Federata Shqiptare e Futbollit ka njoftuar së fundmi se vijon procesi i shpërndarjes së biletave për ndeshjen që Shqipëria do të luajë ndaj Serbisë. Ndeshja që do të ketë të gjithë vëmendjen më 7 qershor ka pasur interes të jashtëzakonshëm nga tifozët. Federata e Futbollit njofton se vijon procesi i shpërndarjes së biletave përmes shortit elektronik për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Të gjithë personat që janë shpallur fitues dhe kanë fituar të drejtën për të blerë bileta duhet të veprojnë sa më shpejt pasi linku i dërguar është i vlefshëm vetëm për 24 orë nga momenti i marrjes. Pas këtij afati linku bëhet i pavlefshëm dhe biletat nuk mund të blihen. Për këtë arsye Federata Shqiptare e Futbollit u bën thirrje të gjithë fituesve të përfundojnë procesin e blerjes brenda afatit duke kryer pagesën përkatëse. Ndeshja Shqipëri-Serbi e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2026 do të zhvillohet të shtunën më 7 qershor në orën 20:45 në stadiumin Arena Kombëtare.